Shkojmë për herë të parë në fshatin Skrosk. Sot atje bëhet një festë për të 10-in vit të radhasi. Rruga atje ishte e vështirë, në fakt nuk ishte asfalt, por pamja ishte fantastike dhe ajri nuk di se çfarë të them. Ne nuk mund të mungonim sot pasi do përurohej sheshi I minatorëve të zonës dhe vjeri im si teknik dhe përgjegjës I asaj kohe I takonte zbulimi I memorialit të minatorëve të rënë. Shkojmë tani tek vendi I festës, që mua në fakt më pëlqeu shumë, kisha kohë që nuk merrja pjesë në festa të tilla. Ajo që më bëri përshtypje ishte kafja e Skroskës. Kafe në bënte ky zotëria që shihni në video. Kafja kushtonte 500 lekë të vjetra dhe kur e pagova donte të më kthente kusur dhe sigurisht që nuk jam mora vetëm për mundimin që bënte aty në vap. Festa organizohet e gjitha nga vetë banorët e zonës. Për të ngrënë, ne porositëm mirëshqenjë të pjekur, sallat fshati, patate, djath dhe salskosi, të gjitha këto janë nga prodhimet e zonës. Gjithashtu mund të merrni edhe fruta të prodhuara nga vetë aty. Ky ishte çezma që kishte vërtet një ujë shumë të mirë. Mua më pëlqejnë shumë këngët e zonës në fakt dhe e shijuam. Një valle për ta mbyllur dhe kur u kthyem morëm si ky fruti, nuk e di si e quani ju, po kisha shumë kohë pa ngrënë.